disa ngatin dorën dhe se kanë turp, disa lypin dhe hiç se kanë bërë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, njeriu që nuk e ka aq të nevojshme, aq të domosdoshme, por e ka bën si hobi, e ka bën si zakon lipje në për njerëz, ai do të del në ditën e Kiametit ftyrën e coptuar. Pa ftyrë do del, i coptuar, i turpruar, pse e ka bën zakon vetëm të lipë. E pastaj ka lipu ha e se ka kthy borxhin. Edhe ajo është në grupën e të devijuar. Prandaj thot lisail, ata që lipin. Mirë po, ka njerëz vëllezër të dashur që nuk lipin, por janë më të nevojshëm se ata që lipin. Nga sa ato kanë nder, kanë njerëzi, frigohen, turprohen ta ngren dorën. Yahsabuhumul jahilu agniya min at-ta'affuf. Allahu dhu xhalal thot, ai që nuk e din, thot ki miri ka punë, sa ai nuk tregon. Kur ta pitish si ke hallet, elhamdulillah, ai mund të mos ke se buk në sofër. Ka njerëz të tillë, ka njerëz që nuk tregojnë. Prandaj ne si musliman duhet ta pyesim hallin e njëri tjetrit. Vëllezër të dashur, sidomos në rrethin e ngushtë familjar, së parin herë duhet shiqu në rrethin e afërt, familjar, fisnor, fqinësor, e mandej me dalë ma larg. Ne shofim njerëz, Allah i shpërblet, innamal a'malu binniyat. Shofim njerëz në Afrika gjeçojnë pare për të nxjerrë bunar. Mirë, Allah i shpërblet, ama ja shkruan emrin atij. E tash e knaq. Ja shkruan emrin, Zoti ja boft kabull haxhi babës, ja çitëm një bunar. E çka mbet për Allahun pra? Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Në ditën e mahsherit, në atë ditë që s'ka hije tjetër, përveç një hije është ai. Do të hinë në atë hije, do të strehohen, do të freskohen, nga temperatura e lartë e asaj dite, do të shpëtojnë në hije në arshit 7 grupe të njerëzive. Njona prej tyre, rajulun anfaqa bi yaminihi fa akhfaha. Ka dhënë me dorën e gjatë, po e ka dhënë sheft, hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqa yaminu. Në mënyrë alegorike ka thonë sallallahu alaihi wasallam, a që jep në sheft sekret, që as dora e majt nuk e din se çka ka dhënë dora e gjatë. Kështu pra, kjo është fi sebilillah. Ajo që bëhet me emën o vëllezër të dashur, ajo që bëhet për lavdrat, ajo që bëhet për Facebook, ka ble kurban në Facebook, ka bo një qeshëm në internet, ka dhënë atje për një bunar, ka shku deri në Afrikë, Allah i shpërblef. Por nëse e kje një fukara në fis, në akreba, në fqinësi, atëherë ta dish se ke bo mirë, se së pari duhet të shofish rrethin më të ngusht më afër, edhe ato ta bësh fi sebilillah, jo për lavdrat. Ju kam tregu një herë, kam përmend, njoni t'i vdish baba në restorant ka thirr njerëz si me bo banket. Edhe unë i thash, mo bre vlla, kështu thash, po që të para që ka jepa që në restorant për njerëzit që kanë ardhë me gjypa, me Mercedesa, me ata kanë ardhë, tha ne mund sadaka, thash kjo nuk ka sadaka. Sadaka është t'ja qesh një fukaras e mos ta di e kërkush. O hoshta pather se marrën vesh njerëzit që ka kumbon. Do me thonë duhet ta marrin vesh njerëzit. E kur bëhet puna për ta marrë vesh njerëzit, atëherë te Allahu xhelal nuk ka fije të vlerës. Edhe kur dalet dikush dhe thot, o Zot, unë këtë punë e kam bën për hir tëndën o Zot, për shpirt babës, për shpirt nanës e kam bën. Allahu dhul xhelal thot, a ja shkruajte emrin aty? Po. A e lajmërove në Facebook? Po. E pa që e gëzosh, me qatë ke mbet. Po, shko meri se vapit a gjetë e lavdrat, a të lavdru njerëzit? A thanë shumë mire kish bën? Po, thanë, vallaj, bravo, në Afrikë e kish qitë një bunar. A thanë, u kry, bete me qatë. Prandaj, lisa ili vel mahrum, ndihmojnë ata që kanë nevoj, dikush ka nevoj edhe lyp, po me të vërtet ai ka ranë ngusht. Ajo ato që lipin në për samafora, që lipin në për kerra, mirë edhe atyre epja një diçka se kthe prap. Ama ka njerëz që janë nevojshëm. Edhe tash jemi në prag të Ramazanit. Kjo xhumë është e parafundit, vjen Ramazani. Ka njerëz vëllezër të dashur në këtë situatë që nuk kanë sofrën e iftarit, ta ndrojnë nga sofra e para Ramazan. Nuk kanë syfir të bëjnë me familjet e veta. Ne njohim shumë njerëz. Prandaj duhet me i hulumtu, me i kërku. Mas pari në rrethin e afërt, e mandej me dal, ma larg. Sadakaja më e mirë,
ajo që jepet në farefisni, në fqinësi, në afërsi, sa atëherë ke dy sevap. Ke sevapin e sadakas edhe ke sevapin e akrebas. Andaj të kemi kujdes. Walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ata që ndihmojnë njerëzit që lipin para ato që nuk kanë guxim të lipin, duhet mi kërku. Prandaj ai që e kërkon një njeri që është nevojtar, e nuk ja lejon ndërgjegja të dalet të lypje, lumë për atë njeri që e ka ndihmu ato dhe e ka bo për hir të Allahu Dhul Gjelal. Ai njeri që jep sekret, jep pa lefdra, nuk tregon, nuk thot filonit i dhash që kash, jo, nuk tregon. Nëse don të tregon në një formë se ai ka nevojë për ta ndihmu, atëherë mund t'i thush një vllaut që e ke besnik, i thua, valla filoni e kishte në gjendjen për ndihëm, është mirë me i ndihmu, kështu me i tregu, kjo është ndihëm. Ama jo, kështë e filoni a qova qka shpare, kështë e stakfirullah.